Ndalja është një iluzion. Çdo grimc në trupin tuaj, çdo atom që formon lëkurën, kockat, mendjet tuaja, është në lëvizje të vazhdueshme, duke dridhur me shpejtësi që truri njerëzor mezi mund ta konceptojë. Ju mendoni se qëndroni të palvizur, por në nivelin më thelbësor të realitetit, ju jeni një stuj. Triliona atome që kërcejnë, rrotullohen, përplasen në një kaos të përsosur që nuk pushon kur, as kur flini, as kur vdisni. Kjo lëvizje nuk është një detaj teknik. Ajo është vetë përkufizimi i ekzistencës. Por fizikanët kanë zbuluar një kufi që duket se sfidon këtë të vërtet themelore, një temperaturë ku çdo lëvizje duhet të ndalojë, ku atomet duhet të ngrihen në heshtje absolute. -273.15 gradë Celsius. Zero absolut. Një vend ku koha vetë duket se humbet kuptimin, ku ligjet që qeverisin çdo gjë që njihni fillojnë të shkrihen si akull në diell. A mund të arrihet vërtet kjo pikë? A mund të ndalojmë vetë universin? Dhe nëse do ta bënim, nëse do të zhvishnim materia nga çdo pikë e fundit e energjisë, çfarë do të mbetej? Çfarë do të zbulojmë në atë heshtje që nuk ka ekzistuar kurrë që nga momenti kur universi lindi? Temperatura nuk është ajo që ju mëson shkolla fillore. Nuk është thjesht një ndjenjë nxehtësie në lëkurë apo një numër i kuq në termometër. Temperatura është shpreha e kaosit të brendshëm të materies, një masë e asaj se sa shpejt atomet po lëvizin, sa fuqishëm po përplasen, sa intensivisht po dridhen në hapësirën e tyre mikroskopike. Çdo herë që prekni një sipërfaqe dhe e ndjeni të ngrohtë, ju nuk po ndjeni nxehtësinë si një substancë. Po ndjeni triliona atome që godasin lëkurën tuaj me shpejtësi marramendëse, duke transferuar energjinë e tyre kinetike në atomet tuaja. Çdo herë që pini ujë të ftohtë në një ditë të nxehtë vere, ju po ngadalsoni kërcimin e molekulave në gjuhën tuaj, duke ulur temperaturën lokale të indeve tuaja. Jeta juaj e përditshme është një vallëzim i vazhdueshëm me këtë kaos të padukshëm. Por çfarë ndodh kur kjo vallë ndalon? Çfarë ndodh kur hiqni çdo pikë të fundit të energjisë nga materia, kur e zhveshni atë nga vetë thelbi i ekzistencës së saj? Imagjinoni një sallë vallëzimi plot me njerëz. Muzika bie me volum të lartë dhe të gjithë lëvizin, disa ngadalë, disa shpejt, disa rrotullohen në qendër, disa kërcejnë në skaje. Kjo është materia në temperaturë normale, një kaos i organizuar ku çdo grimc ka energjinë dhe drejtimin e saj. Tani filloni të ulni volumin. Vallëzuesit ngadalsohen. Lëvizjet bëhen më të qeta, më të kontrolluara. Uleni më shumë, ata lëvizin vetëm këmbët, trupat pothuajse të palvizshëm. Uleni derisa muzika është vetëm një përshpëritje e largët, ata qëndrojnë gati të palvizur, vetëm një dridhje e lehtë në muskujt e tyre. Dhe pastaj, heshtje absolute. Zero absolut. Asnjë lëvizje. Asnjë energji. Asnjë jetë në atë kuptim që e njohim. Por këtu fillon paradoksi i parë që ka munduar fizikanët për më shumë se një shekull. Edhe në zero absolut, nëse mund të arrijej, atomet nuk do të ishin plotësisht të palvizura. Ekziston një dridhje minimale, e pandalshme, e koduar në vetë strukturën e realitetit kuantik. Fizikanët e quajnë energjia e pikës zero, një lëvizje që mbetet edhe kur çdo burim tjetër energjie është shtëruar. Është sikur universi të ketë vendosur një rregull të hekur, asgjë nuk mund të jetë plotësisht e palvizur, sepse palvizshmëria absolute do të thoshte të dinim me saktësi absolute ku është një grimc dhe sa shpejt lëviz. Dhe parimi i pasigurisë së Heisenbergut, një nga shtyllat e mekanikës kuantike, e ndalon këtë. Realiteti duket se ka frikë nga certituda absolute. Çdo herë që uleni në heshtje të plot, duke dëgjuar vetëm rrahjet e zemrës suaj, po përjetoni një version makroskopik të kësaj të vërtete. Edhe në qetësinë më të thellë, zemra juaj rre. Edhe në errësirën më të plot, qelizat tuaja dridhen me jetë. Ndalja e plot nuk është vetëm e vështirë, ajo është ndaluar nga vetë arkitektura e realitetit. Temperatura nuk është vetëm një numër. Është porta drejt natyrës së realitetit. Dhe sa më afër zeros absolute, aq më shumë realiteti zbulon fytyrën e tij kuantike, një fytyrë që është njëkohësisht e çuditshme dhe e bukur, e huaj dhe thelbësore. Historia e kërkimit për zero absolute fillon jo me shkencëtar, por me një pyetje që njerëzit e kanë bërë që kur ndezën zjarrin e parë: çfarë është ftoja? Për mijëra vjet, përgjigja dukej e qartë. Ftoja ishte mungesa e nxehtësisë, ashtu si errësira ishte mungesa e dritës. Por kjo ishte vetëm gjysma e së vërtetës.
Filozofët e lashtë grek mendonin se ftoja ishte një substancë, një lloj lëngu i padukshëm që depërtonte në objekte. Aristoteli, mendja më e madhe e kohës së tij, besonte se ekzistonin 4 cilësi themelore që përcaktonin çdo gjë në univers: i nxehtë, i ftohtë, i lagësht, i thatë. Të gjitha materialet, mendonte ai, ishin kombinime të këtyre cilësive. Ishte një ide poetike, elegante në thjeshtësinë e saj. Por ishte plotësisht e gabuar. Për shekuj të tërë, njerëzit operuan me një teori të quajtur kaloriku, ideja se nxehtësia ishte një fluid i padukshëm, i papeshë që rrjedhte nga objektet e nxehta te ato të ftohta si uji nga një mal. Kur ngroni hekurin mbi zjarr, ai mbushej me kalori. Kur ftohej, kaloriku rrjedhte jashtë si uji nga një enë e shpuar. Ishte një model që funksiononte mjaft mirë për shumë fenomene që njerëzit vërenin çdo ditë. Shkencëtarët ndërtuan karriera të tëra mbi këtë teori. Ata matën kapacitetin kalorik të materialeve të ndryshme, studionin se si kaloriku lëvizte nëpër metale, shkruan ekuacione që përshkruanin rrjedhjen e tij. Ishte një iluzion elegant, një metaforë e bukur për diçka që nuk ekzistonte. Thyrja erdhi nga një vend i papritur, një fabrikë armësh në Muni, Gjermani, në fund të shekullit të 18. Atje, një aristokrat amerikan në mërgim, Benjamin Thompson, më vonë i njohur si Konti Rumford, po mbikëqyrte prodhimin e topave të artillerisë. Dhe ai vuri re diçka që e shqetësoi thellësisht. Kur punëtorët shponin metalet për të krijuar vrimën e brendshme të topit, procesi i prodhonte sasi të jashtëzakonshme nxehtësie. Metali bëhej kaq i nxehtë sa që uji përdorej vazhdimisht për ta ftohur. Por këtu ishte problemi. Nëse nxehtësia ishte një fluid kalorik, nga vinte kjo furnizim i pafund? Metali nuk po humbisnin peshë. Asgjë nuk po shtohet apo hiqej. Megjithatë, nxehtësia vazhdonte të rrjedh, pa fund, pa kufi. Rumford bëri një eksperiment të thjeshtë por revolucionar. Ai zhyti një top metali në ujë dhe e la shpuesin të rrotullohej për orë të tëra. Uji filloi të vlojë. Dhe vazhdoi të vlojë. Për sa kohë që shpuesi rrotullohej, nxehtësia prodhohej. Ishte sikur të kishte zbuluar një burim të pafund energjie. Përfundimi i tij ishte radikal për kohën, nxehtësia nuk ishte një substancë. Ishte lëvizje. Fërkimi i shpuesit krijonte lëvizje në atomet e metalit, edhe pse ai nuk e dinte ende se çfarë ishin atomet, dhe kjo lëvizje manifestohej si nxehtësi. Por ideja e tij u injorua gjerësisht. Shkenca shpesh lëviz ngadalë, duke u kapur pas teorive të vjetra derisa provat bëhen të pamohueshme. Duheshin dekada të tjera dhe puna e fizikanëve si James Prescott Joule, një biraxhi i pasionuar nga Manchester që ktheu pivnicën e tij në laborator, para se teoria kinetike e nxehtësisë të fitonte pranimin. Joule ishte një perfeksionist obsesiv. Ai ndërtoi pajisje të hollësishme për të matur marrëdhënien midis punës mekanike dhe nxehtësisë. Ai vendosi lopatat rrotulluese brenda enëve me ujë dhe i rrotulloi me pesha që binin. Ndërsa lopatat përzinin ujin, temperatura e tij ngrihej. Dhe Joule zbuloi diçka të jashtëzakonshme. Ekzistonte një raport i saktë, i pandryshueshëm midis punës së bërë dhe nxehtësisë së prodhuar. Çdo herë që fërkoni duart për t'i ngrohur në një ditë të ftohtë dimri, po përsëritni zbulimin e Joule. Puna mekanike e muskujve tuaj konvertohet në nxehtësi. Nuk ka kalorik që rrjedh. Ka vetëm energji që transformohet nga një formë në tjetrën. Kjo ishte revolucioni i parë, nxehtësia është lëvizje. Dhe nëse nxehtësia është lëvizje, atëherë ftoja është ngadalësimi i kësaj lëvizjeje. Dhe nëse mund të ngadalsoni lëvizjen, atëherë duhet të ekzistojë një pikë ku lëvizja ndalon plotësisht. Këtu hyn William Thomson, një djalë i ri skocez me mendje kaq të mprehtë sa bashkëkohësit e tij e quanin makina llogaritëse njerëzore. Në moshën 22 vjeç, ai ishte tashmë profesor në Universitetin e Glasgow. Në 24, ai por i shkruante ligjet e termodinamikës. Më vonë do të bëhej Lord Kelvin, emri që do të mbarte shkalla absolute e temperaturës. Kelvin po studionte gazrat, mënyrën se si ato zgjeroheshin dhe të kurreshin me temperaturën. Dhe në ekuacionet e tij, ai pa diçka që e tronditi, një pikë teorike ku presioni i një gazi do të bëhej zero. Ku vëllimi do të tkurrej në asgjë. Ku vetë lëvizja molekulare do të ndalonte. Ai e quajti këtë zero absolut. Dhe duke përdorur të dhënat nga eksperimentet me gaze, ai e llogariti me saktësi të frikshme, -273.15 gradë Celsius.
Kjo nuk ishte një hamendësim. Ishte një përfundim matematikor i pashmangshëm që rrjedhte nga ligjet e termodinamikës. Nëse temperatura është lëvizje, atëherë duhet të ekzistojë një pikë ku lëvizja ndalon. Një fund i shkallës. Një mur i fundit i universit. Por Kelvin bëri edhe një parashikim tjetër, më të errët. Ai llogariti se dielli do të shuhej për rreth 100 milion vjet, një kohë që dukej e gjatë, por që nënkuptonte një fund të pashmangshëm. Universi, mendonte ai, po vraponte drejt një gjendjeje të vdekjes termike, një pikë ku çdo gjë do të arrinte të njëjtën temperaturë, ku nuk do të kishte më rrjedhje energjie, ku asnjë punë nuk do të mund të bëhej. Ishte një vizion apokaliptik. Yjet do të shuheshin një nga një. Galaktikat do të errësoheshin. Universi do të bëhej një det i ftohtë, i errët, i vdekur atomesh që lundronin në heshtje të përjetshme. Entropia, masa e çrregullimit, do të arrinte maksimumin e saj. Dhe asgjë nuk do të mund të ndodhte më. Kelvin ishte një njeri i thellë fetar, dhe ideja se universi kishte një datë skadence të koduar në ligjet e fizikës e shqetësonte. Por ligjet nuk kujdesen për ndjenjat tona. Ato thjesht janë. Çdo herë që shihni avullin duke u ngritur nga një filxhan kafe në mëngjes, po shihni entropinë në veprim. Energjia po rrjedh nga e nxehtë e ftohta, çrregullimi po rritet dhe universi po bën një hap të vogël drejt vdekjes së tij termike. Por kjo është ende miliarda vjet larg. Për momentin, kemi kohë. Zbulimi i Kelvinit ngriti një pyetje që do të obsesiononte fizikanët për gjenerata: a mund të arrihet vërtet zero absolut? A mund të ndalojmë lëvizjen e atomeve? Apo ekziston diçka në vetë natyrën e realitetit që na ndalon? Për dekada, shkencëtarët u përpoqen. Ata ftohen gazra, lëngje, metale. Çdo hap drejt zeros absolute zbulonte fenomene të reja, të çuditshme, që sfiduan çdo gjë që mendonin se dinin për materia. Në fund të shekullit të 19, shkencëtarët arritën të lëngëzojnë ajrin, diçka që dikur konsiderohej e pamundur. Ajri, ky oqean i padukshëm që na rrethon, që merr një frym çdo sekond pa menduar, u bë një lëng të kaltër, të rrjedhshëm, në -193 gradë Celsius. Ishte një moment magjik. Shkencëtarët qëndronin në laboratoret e tyre, duke parë ajrin. Duke u derdhur si ujë në enë. Diçka kaq e njohur, kaq e zakonshme, kishte zbuluar një natyrë plotësisht të re. Pastaj erdhi heliumi. Ky gaz i lehtë, i paprekshëm, që rrëshet nëpër çdo enë, që nuk reagon me asgjë, që përdoret për të mbushur balon fëmijësh. Në vitin 1908, fizikani holandes Heike Kamerlingh Onnes, një perfeksionist obsesiv që kishte ndërtuar laboratorin më të avancuar kryogenike në botë, arriti ta ftohë heliumin deri në -268.9 gradë. Vetëm 4.2 gradë mbi zero absolut. Ishte rekordi i ri botëror. Por Onnes nuk u ndal. Ai filloi të eksperimentojë me vetitë e materialeve në këto temperatura ekstreme. Dhe atje, në thellësitë e ftohtësisë, ai zbuloi diçka që askush nuk e kishte parashikuar. Kur ftohte mërkurin në temperaturën e heliumit të lëngshëm, rezistenca elektrike e tij nuk thjesht zvogëlohej, ajo zhduket plotësisht. Mërkuri bëhej superkonduktor, një material ku rryma elektrike mund të rrjedhë përgjithmonë pa humbur asnjë energji. Ishte sikur fërkimi vetë të kishte pushuar së ekzistuari. Onnes qëndroi në laboratorin e tij në Leiden, duke parë matësat që tregonin zero rezistencë. Zero. Ai e testoi përsëri dhe përsëri. Rezultati ishte i njëjtë. Kishte zbuluar një gjendje plotësisht të re të materies. Ai fitoi çmimin Nobel për këtë zbulim në vitin 1913. Por ai nuk e kuptoi vërtet pse ndodhte. Askush nuk e bëri për dekada. Superpërçueshmëria ishte një fenomen kuantik dhe mekanika kuantike sapo po lindte nga mendjet e Planck, Einstein, Bohr. Çdo herë që bëni një skanim mëri në një spital, po përfitoni nga zbulimi i Onnes. Magnetet gjigant që krijojnë fushat e nevojshme për të parë brenda trupit tuaj janë të ftohur me helium të lëngshëm, duke i mbajtur ato në gjendje superkonduktore. Pa këtë zbulim të bërë në një laborator të ftohtë në Holand më shumë se një shekull më parë, mjekësia moderne do të ishte e ndryshme. Por historia nuk përfundon me Onnes. Në vitet 20, fizikanët filluan të kuptojnë se heliumi kishte një sekret tjetër, edhe më të çuditshëm.
Kur ftojë në 2.27 gradë mbi zero absolute, një temperaturë e quajtur pika lambda për shkak të formës së grafikut, heliumi i lëngshëm ndryshonte. Ai bëhej superfluide. Superfluidshmëria është edhe më e çuditshme se superpërqueshmëria. Një superfluide nuk ka viskozitet, asnjë fërkim të brendshëm. Nëse e vërtitni atë në një enë dhe pastaj e ndaloni enën, lëngu vazhdon të rrotullohet përgjithmonë. Përgjithmonë. Pa ngadalsuar. Pa ndaluar. Është një lëvizje e përjetshme. Nëse e vendosni në një gotë, ai ngjitet në muret, kalon mbi buzë dhe rrihet poshtë në anën tjetër si një ujëvar e çuditshme që sfidon gravitetin. Nëse e vendosni midis dy enëve të lidhura me një vrim mikroskopike, ai rrjedh përmes saj pa asnjë rezistencë, duke krijuar një burim që duket se krijon energji nga asgjëja. Pyotr Kapitsa në Bashkimin Sovjetik dhe Jon Allen dhe Don Misener në Angli zbuluan pavarësisht këtë fenomen në vitin 1938. Kapitsa e quajti helium I për ta dalluar nga heliumi normal i lëngshëm. Ai kuptoi se kjo nuk ishte thjesht një kuriozitet, ishte një gjendje plotësisht e re e materisë. Shpjegimi erdhi nga fizika kuantike. Në temperatura të ulta ekstreme, atomet e heliumit fillojnë të veprojnë jo si grimca individuale, por si një valë e vetme kuantike. Ata hynë në atë që quhet kondensat Bose-Einstein, një gjendje ku mijëra apo miliona atome zënë të njëjtin nivel energjie kuantike dhe sjellin si një superatom i vetëm. Në këtë gjendje, materia nuk është më një koleksion individësh. Është një kolektiv, një korp ku çdo zë këndojnë të njëjtën notë. Kufiri midis grimcës dhe valës zhduket. Realiteti vetë bëhet i lëngshëm. Temperatura nuk është vetëm një numër. Është porta drejt natyrës së realitetit. Por si funksionon vërtet ftoja? Çfarë do të thotë të heqësh nxehtësinë nga diçka? Për ta kuptuar këtë, duhet të mendoni për energjinë jo si një substancë, por si një gjendje të lëvizjes. Çdo atom në një objekt është në lëvizje, duke dridhur, duke rrotulluar, duke vibruar në hapësirën e tij të vogël. Sa më shpejt lëvizin, aq më e nxehtë është objekti. Ftoja do të thotë të ngadalësosh këtë lëvizje. Por si e bëni këtë në nivelin atomik? Imagjinoni një dhomë plot me fëmijë që vrapojnë. Ata përplasen me njëri tjetrin, kërcejnë, bërtasin, lëvizin në çdo drejtim. Kjo është materia në temperaturë të lartë, një kaos i plot energjie. Tani imagjinoni se filloni të hiqni fëmijët më energjik, ata që vrapojnë më shpejt, që kërcejnë më lart. Fëmijët që mbeten janë më të qetë, lëvizin më ngadalë. Temperatura e dhomës ka rënë. Kjo është thelbi i ftojes evaporative, metoda që trupi juaj përdor çdo ditë. Kur djersitni në një ditë të nxehtë vere, molekulat më të shpejta të ujit në lëkurën tuaj avullojnë, duke marrë me vete energjinë e tyre. Molekulat që mbeten janë më të ngadalta, më të ftohta. Ju ndiheni më të freskët. I njëjti parim që ju përdorni për të mbijetuar verën, fizikanët e përdorin për të arritur temperatura që janë vetëm një fraksion i vogël mbi zero absolut. Por për të arritur temperatura ekstreme, duhen teknika më sofistikuara. Një nga metodat më të fuqishme dhe më të çuditshme është ftoja me lazer. Po, keni dëgjuar mirë, drita që zakonisht ngroh gjërat mund t'i ftojë ato. Sekreti qëndron në një fenomen të quajtur presion rrezatimi. Kur një foton, një grimcë drite, godet një atom, ai transferon një sasi të vogël impulsi, duke e ngadalësuar atomin. Por kjo funksionon vetëm nëse fotoni ka frekuencën e saktë, pak më të ulët se frekuenca që atomi do të thithte natyralisht. Për shkak të efektit Doppler, i njëjti efekt që bën sirenën e ambulancës të tingëllojë më lart kur afrohet dhe më ulët kur largohet, atomet që lëvizin drejt lazerit shohin dritën si pak më të kaltër, më afër frekuencës së tyre të rezonancës, dhe e thithin atë. Atomet që lëvizin larg lazerit shohin dritën si pak më të kuqe dhe nuk e thithin. Rezultati, atomet ngadalësohen vetëm kur lëvizin, por jo kur qëndrojnë të qeta. Duke rrethuar atomet me lazera nga të gjitha drejtimet, fizikanët krijojnë atë që quhet melas optike, një lloj lëngu të padukshëm që i ngadalëson atomet nga çdo drejtim. Atomet notojnë përmes këtij lëngu drite, duke humbur energji me çdo hap, derisa temperatura e tyre bie në vetëm disa milion të 1 grade mbi zero absolute. Është sikur të kapni erën dhe ta përdorni për të ndaluar erën. Por edhe kjo nuk mjafton për të arritur rekordet. Për të shkuar më poshtë, fizikanët përdorin ftoje evaporative në shkallë atomike.
Ata kapin atomet në një grackë magnetike, një fushë magnetike që vepron si një tas i padukshëm, dhe pastaj ulojnë ngadalë thellësinë e tasit. Atomet më energjike kërcejnë jashtë dhe largohen, duke marrë me vete energjinë e tyre. Atomet që mbeten janë më të ftohta. Duke përsëritur këtë proces, temperatura bie në nivele që janë pothuajse të pabesueshme. Në vitin 1995, fizikanët Erich Cornell dhe Carl Liemann në Universitetin e Colorados dhe, pavarësisht, Wolfgang Ketterle në MIT, arritën diçka që kishte qenë parashikuar për 70 vjet por kur nuk ishte vërejtur. Ata krijuan kondensatën e parë Bose-Einstein në një gaz atomik. Duke ftohur rubidium dhe natrium në temperatura në 1.000.000 të 1 grade mbi zero absolute, ata pan atomet duke u shkrirë në një valë të vetme kuantike, një superatom që mund të manipulohej dhe studiojë. Ishte sikur të hapnin një dritare në një botë të re. Për herë të parë, efektet kuantike që zakonisht janë të fshehura në shkallën e atomeve individuale u bën të dukshme në shkallë makroskopike. Kondensata sillej si një valë e vetme gjigante, duke ndërhyrë me veten e saj, duke krijuar modele që mund të fotografoheshin. Ishte mekanika kuantike e bërë e dukshme. Cornell, Liemann dhe Ketterle fituan çmimin Nobel për fizikë në vitin 2001. Por puna e tyre ishte vetëm fillimi. Që atëherë, fizikanët kanë krijuar kondensata nga lloje të ndryshme atomesh, kanë studiuar vetitë e tyre, kanë përdorur ato për të simuluar fenomene të tjera kuantike. Çdo herë që shikoni një magnet në frigoriferin tuaj, duke mbajtur një listë blerjesh apo një fotografi familjare, po shihni një efekt kuantik. Magnetizmi nuk mund të shpjegohet me fizikën klasike. Është rezultat i spinit kuantik të elektroneve që rreshtohen në të njëjtën drejtim. Në temperatura normale, kjo rreshtim është e pjetshme dhe e çrregull. Por në temperatura të ulta ekstreme, rendi kuantik bëhet perfekt. Materia zbulon strukturën e saj të thellë. Dhe sa më afër zeros absolute, aq më shumë sekretet e saj dalin në dritë. Por këtu vjen pyetja që ka munduar fizikanët për një shekull: a mund të arrihet vërtet zero absolute? Apo është ai një horizont i përjetshëm, një kufi asimptotik që mund të afrohet por kur të preket? Përgjigjja vjen nga ligji i tretë i termodinamikës, i formuluar nga Alfred Nernst në vitin 1907. Ligji thotë se është e pamundur të arrihet zero absolute në një numër të fundëm hapash. Çdo herë që ftoni diçka, procesi bëhet gjithnjë më i vështirë. Është sikur të ngjiteni në një mal që bëhet gjithnjë më i pjerrët sa më afër majës. Ju mund të afroheni sa të doni, por kur nuk do të arrini vërtet majën. Çdo hap kërkon më shumë energji, më shumë kohë, më shumë përpjekje se ai para tij. Arsyeja është thellësisht kuantike. Për të hequr energjinë e fundit nga një sistem, do të duhej të dinit me saktësi të plot gjendjen e tij, pozicionin dhe shpejtësinë e çdo atomi. Por parimi i pasigurisë së Heisenbergut thotë se kjo është e pamundur. Sa më shumë dini për pozicionin e një grimce, aq më pak dini për shpejtësinë e saj dhe anasjelltas. Ekziston një pasiguri e pandashme, një zhurmë kuantike që nuk mund të eliminohet. Është sikur realiteti të ketë një granularitet të brendshëm, një shkallë minimale e detajit përtej së cilës nuk mund të shkoni. Kjo do të thotë se edhe në zero absolute, nëse mund të arrijej, atomet nuk do të ishin plotësisht të palvizura. Ato do të kishin ende atë që quhet energjia e pikës zero, një dridhje minimale e imponuar nga mekanika kuantike. Është sikur universi të ketë vendosur një kufi më të ulët për çrregullimin, një nivel bazë të pasigurisë që nuk mund të kalojë. Dhe kjo, në një kuptim të thellë, është e bukur. Do të thotë se universi nuk mund të ngrirë plotësisht. Gjithmonë ka një shkëndijë e vogël e lëvizjes, një mundësi e vogël për ndryshim. Edhe në ftohtësinë më ekstreme, realiteti mbetet i gjallë. Temperatura nuk është vetëm një numër. Është porta drejt natyrës së realitetit. Por për të kuptuar vërtet çfarë ndodh në atë kufi të pamundur, duhet të zhytemi në vetë mekanikën e ftohtësisë. Sepse ftohtësia nuk është një forcë. Ajo nuk është një substancë që depërton në objekte. Ftohtësia është mungesë. Është heqja e diçkaje që gjithmonë ka qenë atje, lëvizjes. Dhe procesi i heqjes së kësaj lëvizjeje zbulon një të vërtet të habitshme: sa më shumë hiqni, aq më shumë shfaqet. Çdo shkallë drejt zeros absolute nuk thjesht zon materien, ajo e transformon në diçka më të çuditshme, më të organizuar, më të pamundur. Imagjinoni një oqean në stuhi. Valë gjigante, shkum, kaos i plodh.
Kjo është materia në temperaturë normale, një anarki e kontrollueshme ku çdo atom lëviz në drejtimin e vet. Tani filloni të qetësoni stuhian. Valët zvogëlohen. Uji bëhet më i qetë. Dhe në një moment magjik, kur sipërfaqja është pothuajse e sheshtë, diçka e çuditshme ndodh, mund të shihni thellë. Mund të shihni gurët në fund, peshqit që notojnë, rrjedhat e fshehura që ishin të padukshme në kaos. Kjo është ajo që i ndodh materies kur afrohet zero absolut. Kaosi bëhet transparencë. Individët bëhen një tërësi e dukshme. Çdo herë që shikoni ujin e qetë të një liçeni në mëngjes, para se era të fillojë, po shihni këtë parim, qetësia zbulon thellësinë që kaosi e fsheh. Por metafora e oqeanit nuk mjafton. Sepse në botën kuantike, qetësia nuk është thjesht mungesë zhurmë, është shfaqje e një rendi të ri. Atomet nuk thjesht ngadalësohen. Ato fillojnë të flasin me njëra tjetrën në një gjuhë që nuk ekziston në temperatura normale. Fillojnë të koordinojnë lëvizjet e tyre në mënyra që sfidojnë çdo logjikë klasike. Është sikur një orkestër kaotike, ku çdo instrumentist luante një melodi të ndryshme, në tonalitete të ndryshme, në ritme të ndryshme, pa pritur të gjente një dirigjent të padukshëm dhe të fillonte të luante në harmoni të përsosur. Jo sepse dikush u tha, por sepse në atë qetësi, vetëm harmonia ka kuptim. Kjo harmoni quhet koherencë kuantike dhe ajo është arsyeja pse superfluitshmëria dhe superpërçueshmëria ekzistojnë. Merrni superfluitshmërinë. Në një lëng normal, atomet përplasen vazhdimisht me njëri tjetrin, duke shkëmbyer energji, duke krijuar fërkim. Kjo është arsyeja pse uji ngadalësohet kur rrjedh përmes një tubi, pse mjalti rrjedh më ngadalë se uji, pse çdo lëvizje përfundimisht ndalon. Por në një superfluide, atomet janë në një gjendje kuantike të vetme, ato janë si një valë gjigante që lëviz si një etër. Imagjinoni një tren me miliona vagona të lidhura kaq fort sa lëvizin si një copë e vetme çeliku. Nëse përpiqeni të ngadalësoni një vagon, duhet të ngadalësoni të gjithë trenin, dhe kjo kërkon shumë më tepër forcë se sa të ngadalësoni një vagon të vetëm. Kjo është superfluitshmëria, rezistenca kolektive ndaj çdo ndryshimi. Çdo herë që ecni në një turm të dendur njerëzish, të gjithë lëvizin në të njëjtën drejtim, është pothuajse e pamundur të shkoni kundër rrjedhës. E njëjta forcë kolektive, i njëjti parim i koherencës. Kur kjo valë rrjedh, nuk ka asgjë që mund ta ngadalësojë, sepse çdo përplasje individuale do të thoshte të thyente koherencën kuantike, dhe kjo kushton energji që sistemi nuk e ka. Rezultati, rrjedhje e përjetshme, lëvizje pa fërkim, një valle që nuk pushon kurrë. Heliumi superfluide mund të ngjitet në muret e enëve duke sfiduar gravitetin. Mund të rrjedh përmes vrimave mikroskopike pa asnjë rezistencë. Mund të krijojë vorbuj që nuk zhduken kurrë. Pyotr Kapitsa, fizikani rus që zbuloi superfluitshmërinë në vitin 1938, qëndroi në laboratorin e tij duke parë heliumin duke u rrëshitur nga ena si një gjallëse e gjallë. Ai e quajti helium I për ta dalluar nga heliumi normal i lëngshëm. Por ai e dinte se kjo nuk ishte thjesht një kuriozitet. Ishte një dritare në natyrën e realitetit. Shpjegimi erdhi nga mekanika kuantike. Në temperatura në 2.27 gradë mbi zero absolute, atomet e heliumit fillojnë të veprojnë jo si grimca individuale, por si një valë e vetme kuantike. Ata hynë në atë që quhet kondensat Bose-Einstein, një gjendje ku mijëra apo miliona atome zënë të njëjtin nivel energjie kuantike dhe sjellin si një superatom i vetëm. Është sikur të shihni mijëra pika uji që bashkohen në një oqean, por oqeani ende përbëhet nga pika individuale që nuk mund të dallohen më. Kufiri midis grimcës dhe valës zhduket. Realiteti vetë bëhet i lëngshëm. Çdo herë që shihni mjegull mbi një liçen në mëngjes, po shihni një version të ngrohtë të këtij fenomeni. Pikat e ujit janë ende individuale, por veprojnë si një re e vetme. Tani imagjinoni atë mjegull kaq të ftohtë sa që çdo pikë harron se është e veçantë. Kjo është kondensati Bose-Einstein, mjegulla që bëhet një pikë e vetme. Por superfluitshmëria ka një veti edhe më të çuditshme, ajo mund të krijojë vorbuj që janë të kuantizuar. Në një lëng normal, nëse e vërtitni atë në një enë dhe pastaj e ndaloni enën, vorbujt formohen dhe pastaj shpërndahen për shkak të fërkimit. Por në një superfluide, vorbujt mund të kenë vetëm vlera të caktuara të rrotullimit, 1 kuant, 2 kuante, 3 kuante, dhe ata qëndrojnë të qëndrueshëm përgjithmonë. Është sikur hapësira vetë të kishte kujtesë, të mbante shenjat e çdo lëvizjeje që ka ndodhur ndonjëherë.
Fizikanët kanë krijuar rrjeta të këtyre vorbujve kuantik në kondensata Bose-Einstein, duke i përdorur ato për të simuluar sjelljen e superfluideve kozmike, si brendësia e yjeve neutronike, ku materia është kaq e dendur sa një lugë çaji do të peshonte sa një mal. Çdo herë që shikoni ujin duke u rrotulluar poshtë në lavaman, po shihni një version makroskopik të këtij fenomeni, por në superfluide, rrotullimi nuk do të ndalonte kurrë, edhe pas miliarda vjetësh. Dhe pastaj është superpërqueshmëria, motra e superfluidshmërisë, por për elektricitet në vend të lëngull. Në një metal normal, elektronet që bartin rrymën përplasen vazhdimisht me atomet e rrjetës kristalore, duke humbur energji si nxehtësi. Kjo është arsyeja pse telat elektrik nxehen, pse bateritë shkarkohen, pse asnjë makinë nuk është 100% efikase. Por në një superkonduktor, elektronet formohen në çifte kopër, dy elektrone që, pavarësisht se zakonisht do të zmbrapseshin nga njëri tjetri, tërhiqen përmes një ndërveprueje të ndërmjetësuar nga dridhjet e rrjetës kristalore. Është një mekanizëm i çuditshëm, pothuajse absurd. Imagjinoni dy njerëz që vrapojnë në drejtime të kundërta në një urë të pezulluar. Ndërsa vrapojnë, ata bëjnë që ura të dridhet. Tani imagjinoni se dridhja e urës nga personi i parë arrin te personi i dytë dhe e tërheq atë prapa. Në botën klasike, kjo nuk do të ndodhte kurrë. Por në botën kuantike, ku grimcat janë edhe valë, kjo lloj ndërveprimi jo vetëm që është e mundur, ajo është arsyeja pse superpërqueshmëria ekziston. Çdo herë që dy njerëz lëkunden në të njëjtën ushtruese në palestër, nëse lëkunden në ritëm, ata mund të amplifikojnë lëvizjen e njëri tjetrit. E njëjta rezonancë, i njëjti parim i koherencës. Këto çifte kopër lëvizin përmes metalit si një valë e vetme, pa u shpërndar, pa humbur energji. Një rrymë e nisur në një unas superkonduktore do të rrjedhë përgjithmonë. Fizikanët kanë vërejtur rrjedha që kanë vazhduar për vite pa asnjë dobësim të matshëm. Nëse do të lidhnim planetin me tela superkonduktor, do të mund të transportonim energji nga njëra anë e tokës në tjetrën pa humbur asnjë vallë. Çdo herë që bëni një skanim mëri në një spital, po përfitoni nga ky fenomen. Magnetet gjigant që krijojnë fushat e nevojshme për të parë brenda trupit tuaj janë të ftohur me helium të lëngshëm, duke i mbajtur ato në gjendje superkonduktore. Pa këtë, mjekësia moderne do të ishte e ndryshme. Temperatura nuk është vetëm një numër. Është çelësi që hap dyrë të fshehura në natyrën e materisë. Por historia e zeros absolute nuk është vetëm për atë që ndodh kur arrijmë atje. Është edhe për atë që mësojmë në rrugë. Çdo hap drejt ftohtësisë më të madhe ka zbuluar një shtresë të re të realitetit, një nivel të ri të organizimit që ishte i padukshëm në temperatura më të larta. Është sikur të zbrisni në thellësi gjithnjë e më të mëdha të oqeanit. Çdo nivel zbulon krijesa të reja, ekosisteme të reja, ligje të reja të jetës që nuk mund të imagjinohen nga sipërfaqja. Në temperatura normale, ato që përjetojmë çdo ditë, materia ekziston në 3 gjendje të njohura: e ngurtë, e lëngët, gaz. Por këto janë vetëm maja e icebergut. Ndërsa temperatura ndryshon, materia kalon përmes një kaskade fazash, secila me vetitë e saj unike, secila e qeverisur nga një grup i ndryshëm ligjesh. Imagjinoni një bibliotekë me miliona libra. Në temperatura normale, librat janë të shpërndarë rastësisht, disa në rafte, disa në dysheme, disa të hapur, disa të mbyllur. Kjo është çrregullimi termik. Tani imagjinoni se filloni të ulni temperaturën. Librat fillojnë të rreshtohen, së pari sipas madhësisë, pastaj sipas ngjyrës, pastaj sipas autorit. Çdo ulje e temperaturës zbulon një nivel të ri të rendit, një organizim të ri që ishte i fshehur në kaos. Çdo herë që pastroni dhomën tuaj, duke hequr energjinë e kaosit, zbuloni rendin që ishte gjithmonë atje, i fshehur në çrregullim. Kjo është ajo që ndodh me materien afër zeros absolute. Rendi i fshehur zbulohet, struktura e thellë bëhet e dukshme. Në temperatura të larta ekstreme, si në zemër të yjeve, materia bëhet plazmë, një sup elektronesh dhe bërthamash të zhveshur ku atomet nuk mund të ekzistojnë. Në temperatura edhe më të larta, si ato që ekzistonin në momentin e parë pas Big Bangut, edhe bërthamat shpërbëhen në kuarke dhe gluone, grimcat themelore që përbëjnë protonet dhe neutronet. Dhe në temperatura të ulta, kaskada vazhdon në drejtimin tjetër. Në pikën e ngrirjes, uji bëhet akull, një kristal i rregullt ku molekulat janë të fiksuara në një rrjet gjeometrik. Por akullnaja që shihni në pije është vetëm një nga 18 fazat e ndryshme të akullit që fizikanët kanë zbuluar, secila e qëndrueshme në presione dhe temperatura të ndryshme.
Çdo herë që vendosni akull në pije, po shihni një tranzicion faze, një riorganizim të papritur të materisë kur temperatura kalon një prag kritik. Por pse kjo ndodh? Pse temperatura e ulët zbulon rend? Përgjigjja qëndron në një betejë të përjetshme midis dy forcave, energjisë dhe entros. Energjia dëshiron të minimizojë veten, atomet dëshirojnë të zënë gjendjen më të ulët të mundshme energjie. Por entropia, masa e çrregullimit, dëshiron të maksimizojë veten, sepse ka shumë më tepër mënyra për të qenë i çrregullt se sa i rregull. Në temperatura të larta, entropia fiton. Energjia termike është kaq e madhe sa atomet mund të zënë çdo gjendje, pavarësisht nga energjia e saj. Rezultati: kaos, çrregullim, liri. Por ndërsa temperatura bie, energjia fillon të dominojë. Atomet zgjedhin gjendjet me energji më të ulët, edhe nëse kjo do të thotë të humbasin lirinë e tyre. Ato formohen në struktura, rreshtohen në modele, krijojnë rend. Është si një shoqëri. Në kohë të mira, kur ka bollët burimesh, njerëzit mund të bëjnë çfarë të duan, të ndjekin pasionet e tyre, të jetojnë në mënyra të ndryshme. Por në kohë krize, kur burimet janë të kufizuara, shoqëria organizohet, krijon struktura, vendos rregulla. E njëjta dinamik, i njëjti parim i konkurrencës midis lirisë dhe efikasitetit. Dhe në zero absolute, nëse mund të arrijej, energjia do të fitonte plotësisht. Çdo atom do të ishte në gjendjen e tij absolute më të ulët të energjisë. Çrregullimi do të ishte zero. Rendi do të ishte perfekt. Por, siç e kemi parë, kjo nuk mund të ndodhë vërtet, sepse mekanika kuantike imponon një nivel minimal të pasigurisë, një zhurmë që nuk mund të eliminohet. Por ka edhe fenomene më egzotike që shfaqen në temperatura ekstreme. Fizikanët kanë zbuluar gjendje të materies që nuk kanë analog në përvojën tonë të përditshme. Kristale kohore që përsëriten në kohë në vend që në hapësirë, duke krijuar një lloj lëvizjeje të përjetshme që nuk konsumon energji. Izolat topologjik që janë izolat në brendësi por konduktor në sipërfaqe, duke krijuar rrjedha elektrike që rrjedhin vetëm në buzët e materialit. Imagjinoni një lumë që rrjedh vetëm në brigjet e saj, por qendra është e ngrirë. Apo një shtëpi ku muret janë të ftohta, por sipërfaqja e jashtme është e nxehtë. Këto janë materiale topologjike, struktura ku vetit varen nga forma, jo nga përmbajtja. Çdo herë që shikoni një shirit mbius, një sipërfaqe me vetëm një anë, po shihni një version gjeometrik të këtij parimi. Topologjia është studimi i vetive që nuk ndryshojnë kur shtrydh apo tërheq një objekt. Dhe në temperatura të ulta, materia mund të formojë struktura topologjike që janë të mbrojtura nga çrregullimi. Në vitin 1986, fizikanët zbuluan superpërques me temperaturë të lartë materiale që bëhen superkonduktore në -135 gradë Celsius, temperatura që mund të arrihet me azot të lëngshëm. Ishte një zbulim që shkaktoi eksitim të madh, sepse azoti i lëngshëm është shumë më i lirë dhe më i lehtë për t'u përdorur se heliumi i lëngshëm. Por edhe këto janë larg temperaturës së dhomës. Në vitet e fundit ka pasur raporte për superpërques që funksionojnë në temperatura afër dhomës, por vetëm në presione ekstreme, miliona herë presioni atmosferik. Është sikur natyra të luajë me ne, po, superpërqueshmëria në temperaturë dhome është e mundur, por vetëm nëse e shtyp materialin kaq fort sa pothuajse e shkatëron. Çdo herë që hapni një derë që është e ngecur, duhet të shtypni dorezën fort për ta hapur, po përjetoni një version makroskopik të këtij parimi. Disa gjendje kërkojnë presion për t'u arritur. Por ka edhe një dimension tjetër në këtë histori. Ndërsa afrohemi zeros absolute, koha vetë duket se ngadalësohet. Jo në kuptimin relativist, nuk po flasim për dilatacionin e kohës nga shpejtësia apo graviteti. Por në një kuptim më thelbësor, shpejtësia me të cilën proceset ndodhin, shpejtësia me të cilën sistemi evoluon, pulsi i vetë realitetit. Në temperatura të larta, reaksionet kimike ndodhin shpejt. Atomet përplasen me energji të lartë, thyen lidhje, formojnë lidhje të reja. Jeta vetë është e mundur sepse molekulat mund të riorganizohen, të ndryshojnë, të evoluojnë. Por ndërsa temperatura bie, çdo gjë ngadalësohet. Reaksionet marrin më shumë kohë. Lëvizja bëhet më e ngadaltë. Është sikur të shikoni një film në ngadalësim ekstrem. Çdo lëvizje bëhet e dukshme, çdo detaj zbulohet. Por filmi pothuajse nuk përparon. Koha, në një kuptim, është shtrirë kaq hollë sa pothuajse ka pushuar së ekzistuari.
Çdo herë që shikoni një orë, po matni kohën përmes lëvizjes, lëkundjes së një penduli, rrotullimit të akrepave, dridhjes së një kristali kuarc. Koha, në përvojën tonë, është gjithmonë e lidhur me ndryshimin, me lëvizjen. Një univers pa lëvizje do të ishte një univers pa kohë, një fotografi e përjetshme, një moment i ngrirë që zgjat përgjithmonë. Dhe këtu vjen një pyetje filozofike e thellë. Nëse koha matet nga ndryshimi, nga evoluimi i sistemeve, atëherë çfarë do të thotë koha në zero absolute? Nëse asgjë nuk ndryshon, nëse çdo proces ka ndaluar, a ekziston ende koha? Apo zero absolute është jo vetëm fundi i lëvizjes, por edhe fundi i kohës vetë? Fizikanët nuk kanë një përgjigje të qartë. Por ata e dinë këtë, koha dhe temperatura janë të lidhura thellësisht. Në termodinamik, ekziston një koncept i quajtur koha termike, një mënyrë për të matur kohën bazuar në rrjedhjen e nxehtësisë, në rritjen e entros. Në këtë kuadër, koha nuk është absolute, ajo varet nga gjendja termike e sistemit. Temperatura nuk është vetëm një numër. Është dimensioni që lidh energjinë me kohën, lëvizjen me ekzistencën, realitetin me mundësinë. Dhe ndoshta, në fund, zero absolute nuk është një destinacion por një pasqyrë, një sipërfaqe e përsosur që reflekton natyrën e vërtetë të universit, duke hequr çdo shtresë të zhurmës, çdo maskë të kaosit, duke zbuluar strukturën e pastër, të zhveshur, të bukur të realitetit që qëndron në çdo gjë që shohim, prekëm, jetojmë. Çdo atom që dridhet në trupin tuaj, çdo foton që prek syrin tuaj, çdo mendim që kalon përmes trurit tuaj, të gjitha janë pjesë e kësaj valles kozmike midis rendit dhe kaosit, midis energjisë dhe entros, midis nxehtësisë dhe ftohtësisë. Dhe në këtë valle, zero absolute qëndron si horizonti përfundimtar, i parritshëm, por i përjetshëm, i pranishëm, duke na kujtuar se edhe në një univers të pafund, ekzistojnë kufi që nuk mund të kalojmë. Temperatura nuk është vetëm një numër. Është porta drejt natyrës së realitetit. Por ka një pyetje që ende nuk e kemi prekur plotësisht. Një pyetje që fshihet në çdo ekuacion, në çdo eksperiment, në çdo përpjekje për të arritur zero absolut. Nëse ndalja e plot është e pamundur, nëse universi vetë e ndalon atë, atëherë çfarë po mësojmë vërtet kur e afrojmë materien me atë kufi? A jemi duke zbuluar thjesht ligjet e fizikës, apo po zbulojmë diçka më thelbësore për natyrën e ekzistencës vetë? Çdo herë që përpiqeni të qëndroni plotësisht të palëvizur, të mos merrni frymë, të mos lëvizni asnjë muskul, trupi juaj rebelohet. Zemra rre. Gjaku rrjedh. Qelizat dridhen. Jeta vetë është refuzim i ndaljes. Dhe kjo nuk është aksidentale. Kjo është e koduar në vetë arkitekturën e realitetit. Mendoni për një moment se si e kuptojmë botën. Çdo gjë që e dini, çdo gjë që kemi përjetuar, vjen nga ndryshimi. Ju e shihni dritën sepse fotone godasin syrin tuaj dhe shkaktojnë reaksione kimike në retinë. Ju e dëgjoni zërin sepse valët e ajrit dridhen në veshët tuaj dhe lëvizin membrana të vogla. Ju e ndjeni ngrohtësinë sepse molekulat lëvizin në lëkurën tuaj dhe transferojnë energji. Pa lëvizje, pa ndryshim, nuk do të kishte perceptim. Nuk do të kishte përvojë. Nuk do të kishte vetëdije. Kjo do të thotë se vetëdia vetë është e lidhur me lëvizjen. Me ndryshimin. Me largimin nga zero absolut. Ju jeni të gjallë sepse atomet tuaja kërcejnë. Ju mendoni sepse elektronet në trurin tuaj rrjedhin përmes sinapsave. Ju ekzistoni sepse universi refuzon të ndalojë. Çdo herë që merrni një vendim, të lëvizni dorën, të flisni një fjalë, të mendoni një mendim, po shfrytëzoni këtë parim themelor. Ekzistenca është lëvizje dhe lëvizja është zgjedhje. Dhe kjo na çon në një zbulim që lidh gjithçka që kemi diskutuar. Çdo përpjekje për të kuptuar zero absolut është në të vërtetë një përpjekje për të kuptuar veten tonë. Sepse ne jemi kundërshti i zeros absolute. Ne jemi lëvizje, kaos i kontrolluar, energji e organizuar, jetë. Dhe duke studiuar atë që nuk mund të jetë, ne po mësojmë se çfarë jemi. Shkencëtarët që punojnë me kondensatat Bose-Einstein shpesh flasin për një ndjenjë të çuditshme kur i shohin ato. Nuk është vetëm kurreshtje intelektuale. Është diçka më e thellë, një njohje. Sikur po shikojnë në një pasqyrë që reflekton jo pamjen e tyre, por thelbin e tyre. Sepse në atë atomesh që veprojnë si një entitet i vetëm, ata po shohin një të vërtetë që zbatohet edhe për ta. Ne të gjithë jemi të lidhur. Të gjithë jemi pjesë e një tërësie më të madhe. Kjo nuk është misticizëm. Kjo është fizik e pastër.
Çdo atom në trupin tuaj u krijua në zemrën e një ylli që vdiq para miliarda vitesh. Karboni në adnën tuaj, kalciumi në kockat tuaja, hekuri në gjakun tuaj, të gjitha u formuan në temperatura miliona herë më të larta se çdo gjë në tokë, dhe pastaj u shpërndan në hapësirë kur ylli shpërtheu. Ju jeni pluhur ujor që ka mësuar të mendoj. Çdo frymëmarrje që merrni lidh ju me atë origjinë kozmike. Por lidhja shkon edhe më thellë. Sepse atomet që ju përbëjnë nuk janë statik. Ato zëvendësohen vazhdimisht. Çdo 7 deri në 10 vjet, pothuajse çdo atom në trupin tuaj është zëvendësuar me një të ri. Ju jeni si një lum, forma mbetet e njëjtë, por uji ndryshon vazhdimisht. Identiteti juaj nuk qëndron në atomet specifike, por në modelin e tyre, në organizimin e tyre, në mënyrën se si ata lëvizin së bashku. Çdo herë që shikoni një flamur që valvitet në erë, pëllura ndryshon pozicion, por flamuri mbetet I njëjti. E njëjta gjë me ju, atomet ndryshojnë, por modeli vazhdon. Kjo është e njëjta gjë që ndodh në kondensatat Bose-Einstein. Atomet individuale nuk kanë rëndësi. Ajo që ka rëndësi është valfunksioni kolektiv, modeli që ata krijojnë së bashku. Ju jeni një model. Një val në oqeanin e materies. Dhe valët nuk vdesin, ato thjesht transformohen, kalojnë energjinë e tyre, vazhdojnë në forma të reja. Çdo herë që hidhni një gur në ujë dhe shikoni rrethet që përhapen, po shihni këtë parim në veprim. Rrethi nuk është një objekt, është një model I lëvizjes. Uji vetë nuk udhëton, vetëm modeli udhëton. Ju jeni ai model. Dhe modeli vazhdon edhe kur atomet individuale ndryshojnë. Kjo është arsyeja pse kujtimet tuaja mbeten edhe pse qelizat e trurit ndryshojnë, modeli, jo substanca, mbart informacionin. Kjo na sjell në një paradoks të fundit, më të bukur. Zero absolut është I pamundur sepse ekzistenca vetë është lëvizje. Por lëvizja nuk është kaotike. Ajo është e organizuar. Ajo krijon modele, struktura, kompleksitet, jetë. Dhe sa më afër zeros absolute, aq më e qartë bëhet kjo organizim. Kaosi nuk zhduket në rend të thjeshtë, ai transformohet në rend kuantik, ku çdo pjesë e sistemit është e lidhur me çdo pjesë tjetër në mënyra që sfidojnë imagjinatën. Në vitin 2010, fizikanët në Universitetin e Kalifornisë krijuan një kondensat Bose-Einstein që formoi vortekse, vorbulla kuantike që rrotulloheshin përgjithmonë pa fërkim. Këto vortekse nuk ishin si vorbullat në ujë, që ngadalësohen dhe zhduken. Ato ishin të qëndrueshme, të përhershme, të përsosura. Dhe ato zbuluan diçka të jashtëzakonshme, edhe në ftohtësinë më ekstreme, edhe në rendin më të përsosur, universi gjen mënyra për të krijuar kompleksitet. Mendoni për çdo herë që shikoni një galaktik spirale, ajo rrotullohet për miliarda vjet pa u ndalur, duke ruajtur formën e saj. E njëjta forcë që krijon vortekse kuantike krijon edhe struktura kozmike. Kjo është një metaforë për vetë jetën. Jeta nuk është rend I përsosur. Ajo nuk është as kaos I plodh. Ajo është në kufi, në atë zonë ku rendi dhe kaosi bashkohen për të krijuar diçka të re. Çdo qelizë në trupin tuaj është një makinë e organizuar me saktësi, por ajo funksionon vetëm sepse molekulat brenda saj lëvizin në mënyrë të kontrolluar kaotike. Shumë rend dhe jeta ngrin. Shumë kaos dhe jeta shpërbëhet. Çdo herë që gatuani një vakt, po luani me këtë ekuilibër. Shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet në kaos. Shumë ftohtësi dhe ai nuk gatuhet, mbetet I ngrirë në rend të vdekur. Pika e përsosur është në mes, ku energjia termike transformon përbërësit pa I shkatëruar. Jeta vetë është një recetë e gatimit kozmik, e ekzekutuar në temperaturën e duhur. Çdo gjellë e suksesshme është një mësim në ekuilibër midis rendit dhe kaosit. Dhe kjo na sjell në një zbulim final që lidh gjithçka. Ligjet që qeverisin zero absolut janë të njëjtat ligje që qeverisin jetën tuaj. Parimi I pasigurisë së Heisenbergut, që thotë se nuk mund të kesh ndalje dhe pozicion të përcaktuar njëkohësisht, zbatohet edhe për ju. Ju nuk mund të jeni plotësisht të qëndrueshëm dhe plotësisht të gjallë në të njëjtën kohë. Stabiliteti kërkon ndalje. Jeta kërkon lëvizje. Dhe universi ka zgjedhur jetën. Ligji I tretë I termodinamikës, që thotë se zero absolut nuk mund të arrihet, është në të vërtetë një deklaratë për natyrën e ekzistencës. Ai thotë, universi nuk mund të ndalojë. Ai duhet të vazhdojë. Ai duhet të transformohet. Ai duhet të jetojë.
Çdo mëngjes kur zgjoheni, po dëshmoni për këtë ligj, trupi juaj refuzon daljen, zgjedh lëvizjen, pohon jetën. Dhe energjia e pikës zero, ajo dridhje kuantike që mbetet edhe kur gjithçka tjetër është hequr, është zemrërahja e universit. Është pulsi që nuk ndalon kurrë. Është prova se asgjëja nuk është vërtet asgjë. Që edhe në boshllëkun më të thellë, ekzistenca gjen një mënyrë. Që realiteti vetë ka një puls themelor që nuk mund të shuar. Çdo herë që qëndroni në heshtje absolute, në një dhomë të errët, duke dëgjuar vetëm frymëmarrjen tuaj, po përjetoni këtë të vërtetë. Ju mendoni se jeni të qetë, por triliona atome brenda ju shkërcejnë me shpejtësi të pabesueshme. Zemra juaj rre 70 herë në minutë. Gjaku juaj rrjedh përmes 50.000 kilometrave enësh. Qelizat tuaja punojnë, riparojnë, riprodhojnë. Ju nuk mund të ndaloni, edhe sikur të dëshironi. Sepse ndalja nuk është një opsion që universi ofron. Dhe kjo është arsyeja pse zero absolut nuk është një dështim. Nuk është një kufi që na fruston. Është një dhuratë, një kujtesë se universi është i projektuar për të qenë i përjetshëm në lëvizje, i përjetshëm në transformim, i përjetshëm në krijim. Nuk ka fund. Nuk ka ndalje. Ka vetëm ndryshim, vetëm transformim, vetëm vazhdimsi. Çdo fund është një fillim i ri në një formë tjetër. Shkencëtarët që punojnë në temperatura ekstreme nuk po përpiqen vërtet të arrijnë zero absolut. Ata e dinë se është e pamundur. Ajo që ata po bëjnë është diçka më e thellë, po eksplorojnë kufitë e ekzistencës. Po pyesin, sa afër asgjës mund të shkojmë para se universi të thotë jo. Dhe në atë jo, ata po gjejnë një pohim se ekzistenca është e pashmangshme, se jeta është e pashmangshme, se lëvizja është vetë për kufizimi i të qenit. Kur një fizikan shikon një kondensat Bose-Einstein në ekranin e kompjuterit, ai nuk po shikon thjesht atome. Ai po shikon një mesazh nga universi vetë. Një mesazh që thotë, unë nuk mund të ndaloj. Unë nuk do të ndaloj. Unë jam lëvizje, ndryshim, jetë. Dhe ti je pjesë e meje. Çdo eksperiment është një bisedë me realitetin, dhe realiteti përgjigjet gjithmonë me të njëjtën të vërtetë. Ekzistenca është e pashmangshme. Çdo mëngjes kur zgjoheni, po lexoni të njëjtin mesazh. Çdo frymëmarrje, çdo rrahje zemre, çdo mendim është një konfirmim i kësaj të vërtete. Ju jeni universi duke përjetuar veten. Ju jeni lëvizja që refuzon të ndaloj. Ju jeni prova e gjallë se zero absolut është një ideal i bukur, por i paarritshëm, sepse realiteti ka zgjedhur diçka më të mirë. Ka zgjedhur ju. Ka zgjedhur jetën. Ka zgjedhur lëvizjen e përjetshme. Dhe në këtë zgjedhje qëndron e gjithë bukuria e ekzistencës, jo në destinacionin, por në udhëtimin, jo në ndaljen, por në vazhdimsinë, jo në perfeksionin e ftohtë, por në kaosit e ngrohtë të jetës. Dhe kjo lëvizje nuk është një barë. Nuk është një mallkim. Është një privilegj që duhet festuar. Sepse në një univers që mund të ishte i ngrirë, i palvizshëm, i vdekur, ne jemi këtu. Të ngrohtë. Të gjallë. Të lëvizshëm. Të lidhur me çdo grimc që ka ekzistuar ndonjëherë. Temperatura nuk është vetëm një numër. Është porta drejt natyrës së realitetit. Dhe ajo që kemi zbuluar përtej asaj porte është kjo: ne jemi të projektuar për të vazhduar, për të lëvizur, për të ndryshuar, për të jetuar. Zero absolut qëndron si një horizont i përjetshëm, duke na kujtuar se edhe në një univers të pafund ekzistojnë kufi që na përkufizojnë, jo duke na kufizuar, por duke na dhënë kuptim. A mund ta imagjinoni një univers ku çdo grimc, nga më e vogla deri te më e madhja, është e lidhur në një valle kozmike që nuk ndalon kurrë? Ku çdo fund është një fillim i ri? Ku çdo ndalje është thjesht një pauzë para lëvizjes së ardhshme? Ky është universi në të cilin jetojmë. Dhe çdo herë që merrni frym, po provoni këtë të vërtetë. Kthehemi tani te ajo pikë ku filluam, te ndalja që nuk ekziston. Por tani e dim se kjo nuk është thjesht një kuriozitet fizike. Është një të vërtet ekzistenciale që depërton çdo nivel të realitetit. Kur filluam këtë udhëtim, pyetëm, çfarë ndodh nëse arrijmë zero absolut? Tani e dim se pyetja e vërtet ishte gjithmonë një tjetër: çfarë na mëson pamundësia e ndaljes për natyrën e ekzistencës vetë? Çdo herë që përpiqeni të qëndroni plotësisht të palvizur në meditim, duke kërkuar atë qetësi absolute, trupi juaj ju kujton të njëjtën të vërtetë që universi na tregon përmes zeros absolute. Ndalja e plot nuk është pjesë e kontratës së ekzistencës.
Zemra re. Gjaku rrjedh. Qelizat dridhen. Ju jeni të gjallë pikërisht sepse nuk mund të ndaloni. Sepse ajo që kemi zbuluar në thellësitë e ftohtësisë nuk është vetëm se si sillet materia. Kemi zbuluar një parim metafizik që depërton çdo nivel të realitetit. Ekzistenca vetë është një akt i refuzimit të asgjës. Çdo atom që dridhet me energjinë e tij të pikës zero, çdo foton që udhëton përmes hapësirës, çdo mendim që kalon përmes mendjes suaj, të gjitha janë deklarata kundër ndaljes, kundër asgjës, kundër vdekjes termike që Lord Kelvin e friksoi. Universi nuk po vrapron drejt një fundi të ftohtë. Ai po vallëzon përmes transformimeve të pafundme, duke refuzuar të ndalojë edhe për një moment. Dhe këtu qëndron një nga misteret më të thella që shkenca ka zbuluar ndonjëherë. Ligjet që e bëjnë zero absolut të parritshëm janë të njëjtat ligje që e bëjnë jetën të mundur. Parimi i pasigurisë së Heisenbergut, që nuk lejon ndalje absolute, është i njëjti parim që lejon elektronet të formojnë lidhje kimike, që lejon adnën të mbajë informacion, që lejon trurin tuaj të mendojë këtë mendim pikërisht tani. Nëse zero absolut do të ishte i mundur, jeta do të ishte e pamundur. Nëse ndalja do të ishte e lejuar, ekzistenca do të ishte e ndaluar. A e shihni paradoksin e bukur? Universi nuk është i projektuar për të arritur perfeksionin e ftohtë të zeros absolute. Ai është i projektuar për të qenë i përjetshëm i papërsosur, i përjetshëm në lëvizje, i përjetshëm në transformim. Dhe në këtë papërsosmëri qëndron e gjithë bukuria e ekzistencës. Çdo herë që bëni një gabim, kur plani juaj nuk shkon perfekt, kur jeta nuk ndjek rrugën e përsosur që imagjinuat, po përjetoni të njëjtën të vërtetë. Perfeksioni i ftohtë do të ishte vdekje. Papërsosmëria e ngrohtë është jetë. Por le të shkojmë edhe më thellë. Çfarë do të thotë vërtet kjo për natyrën e realitetit? Nëse materia në thelbin e saj më të thellë nuk mund të ndalojë, nëse ekziston një dridhje e pandalshme edhe në vakumin më të përsosur, atëherë çfarë është realiteti? A është ai një gjë, një koleksion objektesh të ngurta që ekzistojnë në hapësirë? Apo është ai një proces, një rrjedhje e vazhdueshme, një transformim i përjetshëm, një valle pa fillim dhe pa fund? Fizika moderne na thotë se është e dyta. Realiteti nuk është i bërë nga gjëra. Ai është i bërë nga ngjarje, nga ndërveprime, nga transformime. Çdo grimc që mendoni se është e ngurtë është në të vërtetë një model i dridhur i fushave kuantike. Çdo objekt që duket i qëndrueshëm është një proces i ngadaltë i ndryshimit. Ju vetë nuk jeni një gjë, jeni një ngjarje që zgjat 70, 80, 90 vjet, një model që ruhet përmes rrjedhjes së vazhdueshme të materisë dhe energjisë. Dhe nëse kjo është e vërtetë, nëse realiteti është proces dhe jo substancë, atëherë çfarë do të thotë të ekzistosh? A do të thotë të jesh një objekt i veçantë, i ndarë nga gjithçka tjetër? Apo do të thotë të jesh një valë në oqeanin e ekzistencës, e dallueshme por jo e ndarë, unike por jo e izoluar? Çdo herë që qëndroni në breg dhe shikoni valët, çdo valë duket e veçantë, ka formën e saj, lartësinë e saj, momentin e saj. Por asnjë valë nuk është e ndarë nga oqeani. Ajo është oqeani duke shprehur veten në një formë të përkohshme. Ju jeni ajo valë. Universi është oqeani. Kondensatat Bose-Einstein na tregojnë këtë të vërtetë në mënyrën më dramatike të mundshme. Kur mijëra atome humbasin individualitetin e tyre dhe bëhen një valë e vetme kuantike, ato nuk po humbasin diçka. Ato po zbulojnë atë që kanë qenë gjithmonë, pjesë të një tërësie më të madhe. Dhe ndoshta kjo është ajo që ndodh me ne në nivele që nuk mund t'i matim. Ndoshta ndarjet që perceptojmë midis meje dhe jush, midis brendshëm dhe jashtëm, midis vetës dhe botës, janë iluzione të krijuara nga temperatura e lartë e vetdijes së përditshme. Por këtu duhet të jemi të kujdesshëm. Kjo nuk do të thotë se individualiteti juaj nuk ka rëndësi. Përkundrazi. Valët janë reale edhe pse janë pjesë e oqeanit. Modeli juaj, mënyra unike se si atomet janë organizuar për të krijuar ju, është i çmuar pikërisht sepse është i përkohshëm, pikërisht sepse nuk do të përsëritet kurrë në të njëjtën formë. Ju jeni një eksperiment kozmik që ndodh vetëm një herë. Dhe kjo na sjell në pyetje që ndoshta janë më të rëndësishmet e të gjitha: nëse universi nuk mund të ndalojë, nëse ekzistenca është e pashmangshme, nëse ne jemi valë në një oqean që nuk pushon kurrë së lëvizuri, atëherë çfarë kuptimi ka jeta jonë individuale? Nëse jemi vetëm modele të përkohshme në një rrjedhje të përjetshme, a ka rëndësi ajo që bëjmë? A ka rëndësi se si jetojmë?
A ka rëndësi nëse zgjedhim dashurinë apo urrëtitjen, krijimin apo shkatërimin, lidhjen apo ndarjen? Fizika nuk mund të përgjigjet në këto pyetje. Por ajo mund të na japë një perspektivë. Çdo valë në oqean ndikon valët përreth saj. Çdo dridhje në një kondensat Bose-Einstein përhapet përmes të gjithë sistemit. Çdo veprim që ndërmerrni, çdo fjalë që thoni, çdo zgjedhje që bëni, çdo dashuri që jepni, përhapet përmes rrjetit të ndërlidhur të ekzistencës në mënyra që nuk mund t'i gjurmoni plotësisht. Çdo herë që buzëqeshni ndaj një të huaj në rrugë, po dërgoni një valë të vogël në përpëlhurën e realitetit. Ajo valë mund të jetë e vogël, por ajo është reale. Ajo ndryshon diçka. Ajo bëhet pjesë e modelit të përjetshëm. Dhe ndoshta kjo është përgjigjja. Kuptimi nuk vjen nga të qenit i përjetshëm. Ai vjen nga të qenit i lidhur. Nga të ditur se çdo veprim juaj është pjesë e një simfonie më të madhe, edhe nëse nuk mund ta dëgjoni të gjithë melodinë. Nga të kuptuar se ju jeni mënyra e universit për të përjetuar veten, për të njohur veten, për të dashuruar veten. Zero absolut na mëson se ndalja nuk është një opsion. Por na mëson edhe diçka tjetër, se në pamundësinë e ndaljes qëndron mundësia e përjetshme e transformimit. Ju nuk jeni i njëjti person që ishit 10 vjet më parë. Atomet tuaja janë zëvendësuar. Qelizat tuaja janë rinovuar. Mendimet tuaja kanë evoluar. Dhe megjithatë, ju jeni ende ju, sepse modeli vazhdon edhe kur substanca ndryshon. Kjo është shpresa e koduar në ligjet e termodinamikës. Jo se do të jetojmë përgjithmonë në këtë formë, por se modeli që jemi, informacioni, organizimi, dashuria që kemi krijuar, bëhet pjesë e rrjedhjes së përjetshme. Asgjë nuk humbet vërtet. Gjithçka transformohet. Çdo herë që mbjellni një pemë, duke ditur se nuk do ta shihni kurrë të rritur plotësisht, po dëshmoni për këtë të vërtetë. Po investoni në një të ardhme që nuk do ta shihni, duke besuar se modeli vazhdon përtej jush. Dhe kjo na sjell në momentin e fundit të këtij udhëtimi. Ne filluam me një pyetje për temperaturën. Ne përfunduam me një pyetje për ekzistencën. Dhe ndoshta kjo është ajo që shkenca bën në formën e saj më të lartë, ajo nuk na jep vetëm përgjigje. Ajo na jep pyetje më të mira. Ajo na mëson të shohim misterin në atë që mendonim se ishte e zakonshme, të gjejmë thellësinë në atë që dukej sipërfaqësore. Çdo atom që dridhet në trupin tuaj tani është një mister. Çdo frymëmarrje që merrni është një mrekulli. Çdo mendim që mendoni është një ngjarje kozmike, sepse ju jeni universi duke u bërë i vetëdijshëm për veten. Ju jeni mënyra e materjes për të kuptuar ligjet që e qeverisin atë. Ju jeni pyetja dhe përgjigjja, kërkuesi dhe e kërkuara, valëzuesi dhe vallja. A është zero absolut i mundur? Jo. A është i dëshirueshëm? Jo. Sepse në pamundësinë e tij qëndron një dhuratë, një kujtesë se universi ka zgjedhur lëvizjen mbi ndaljen, jetën mbi vdekjen, ekzistencën mbi asgjën. Dhe çdo ditë që zgjoheni, çdo moment që përjetoni, çdo lidhje që krijoni, është një festim i kësaj zgjedhje. Temperatura nuk është vetëm një numër. Është porta drejt natyrës së realitetit. Dhe ajo që kemi zbuluar përtej asaj porte është kjo: ne jemi të projektuar jo për të arritur, por për të vazhduar. Jo për të ndaluar, por për të transformuar. Jo për të qenë të përsosur, por për të qenë të gjallë. Dhe në këtë të qenit të gjallë, në këtë dridhje të përjetshme, në këtë refuzim të ndaljes, në këtë valle kozmike që nuk pushon kurrë, qëndron e gjithë bukuria, e gjithë kuptimi, e gjithë shpresa e ekzistencës. Çdo herë që ndjeni zemrën tuaj duke rrahur, kujtoni, kjo është universi duke thënë po ndaj jetës. Çdo herë që merrni një frymë, kujtoni, kjo është refuzimi kozmik i ndaljes. Çdo herë që zgjidhni të vazhdoni, të provoni përsëri, të shpresoni përsëri, po dëshmoni për të njëjtën të vërtetë që zero absolut na mëson. Ndalja nuk është një opsion. Transformimi është i pashmangshëm. Dhe në këtë transformim të përjetshëm, ne gjejmë jo fundin, por vazhdimsinë, jo vdekjen, por jetën në forma të reja, të panjohura, të mrekullueshme. Universi nuk po vrapron drejt një fundi. Ai po vallëzon përmes fillimeve të pafundme. Dhe ju, me çdo frymëmarrje, me çdo rrahje zemre, me çdo zgjedhje për të vazhduar, jeni pjesë e asaj valleje. Kjo është mësimi i zeros absolute. Kjo është dhurata e pamundësisë së ndaljes. Kjo është e vërteta që fshihet në thellësitë e ftohtësisë dhe në ngrohtësinë e jetës suaj. Ju nuk mund të ndaloni.
Dhe kjo është gjëja më e bukur që mund t'ju ndodhte.